Listat për këshilltar komunash nuk do të jenë treguesi sakt se kush sa vota ka, tha kryetari i Alternativës Zeqiria Ibrahimi në emisionin Hajde flasim të televizionit 21. Sipas tij vlen nuk ka lista për këshilltar në për gjitha komunat, andaj shton se matja e pushtetit lokal do të matet me atë se kush i fiton komunat. Por i ka plot lista që ne nuk kemi fare, shembull në komunën e Çashkës, ka lista në komunën e Ohrit ku është një listë qytetare, ka lista ku ne e kemi respektuar vullnetin e qytetarëve që deklarojnë me lista të përbashkëta. Andaj nuk është se kemi kriterin e saktë se duhet këtu e matem se kush është fitues. Ky është pushtet lokal edhe të matet se kush e fiton pushtetin lokal, kurse matja e pushtetit lokal bëhet përmes asaj se kush i fiton komunat. Këtu është edhe VMRO DPMN-ja, i cili është partneri koalicionit tuaj qeverisës, dhe ju tashmë keni marrëveshje që ato do ju mbështesin për komunat me shumicë shqiptare, dhe këtu do jetë problem që të shihet numri i qartë se sa votash. VMRO do votoj për ju në për... Në qoftë se të shirohet ta kthejmë temën se kush e ka mbështetjen e popullit, ajo do të shihet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pra po thoni se në zgjedhjet lokale nuk është pasqyrë zgjedhjet parlamentare janë të treguesi i mbështetjes së politikave tona qeveritare. Që i bie që nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare nëse... Nuk do të ketë zgjedhje parlamentare, domethënë ne nuk kemi asnjë arsye që të kemi zgjedhje parlamentare. Ne i fitojmë zgjedhjet lokale, eventualisht mund të ketë ndonjë rikonstruksion të qeverisë dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare janë në vitin 2028. Ndryshe nga vlen tashmë kam paralajmëruar se nëse Izet Megjiti fiton dhe bëhet kryetari i Çajirit, në vendin e tij të zëvendës kryeministrit të parë do të emërohet deputeti Bekim Sali. Në këtë mënyrë, Partia Alternativa në kuadër të vlenit do të ketë 2 poste më të mëdha që i takojnë shqiptarëve, duke pasur parasysh se edhe posti i kryetarit të kuvendit i takon pikërisht kësaj partie.